Na ndiqni në Facebook në faqen tonë Shëndeti. Lëngu që do t'i prezantojmë për sot është ideal për të ulur kolesterolin dhe diabetin. Përbërësit për këtë lëng janë 1 tufë majdanos, kastravec, 2 kastravec, 4 ose 5 karrota, 1 limon të qëruar, domate dhe pak ananas. Fillojmë me radhë. Do t'i fusim të gjitha në shtrusën tonë. Majdanosi pra është ai që duhet ta konsumojnë të gjithë diabetikët, sepse rregullon nivelin e insulinës në gjak. Vazhdojmë me karrotat, të cilat bëjnë mirë për të ulur kolesterolin, janë reduktuesit më të mirë të kolesterolit. Të gjitha frutat dhe perimet duhet i konsumojnë kështu siç janë, me lëkurë të lara, sepse aty e kanë të gjithë vlerën ushqimore. Dhe kastraveci. Kastraveci është ideal Kastraveci bën mirë për pastrimin e veshkave në këtë rast. Kemi edhe domaten, e cila është bio. Nuk duhet kaq e madhe, ndaj do ta ndajmë në gjysmë. Pra 1 domate dhe vogël ose 1 gjysmë nga kjo e madhja. Lëngun e 1 limoni, e kemi qëruar nga lëkura. Dhe për të ëmbëlsuar pak, do të shtojmë disa copëza ananasi. Aroma e ananasit është fantastike. Ananasi është ideal për sistemin tretës, gjithashtu bën mirë dhe për të gjitha problemet që keni në zorrët tuaja, pra. Ja dhe ananasi, pra. Do t'i shtrydhim lëngun. Ananasin do t'a fusim. Tani mund të konsumojmë pasi ka mbaruar gjithë përzierja, pra për lëngun i cili ul kolesterolin dhe ndihmon për diabetin. Pra kontrollon diabetin dhe ul kolesterolin. Për këtë lëng na duhej 1 tufë majdanos, 1 kastravec i madh, 1 domate, 1 kokër limon të qëruar, 5 karrota, pak ananas për t'i dhënë pak ëmbëlsi dhe gjithashtu
dhe limoni që i jepte ato shijen e tij antioksidant. Ju ftojmë të na ndiqni në faqen tonë Shëndeti në Facebook. Gjithashtu na bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.